Ju ngjatjeta e mirëmëngjesi kudo që jeni shqiptar. Sot është 18/06/2025, jemi në kohë të hershme të mëngjesit të kësaj dite. Temën për cilën do të flas sot e kisha parapa që ta postoja mbrëm, por nuk arrita me e bo, siç edhe ju shkrova, për shkak të dinamikave e ngjarjeve që po ndodhin në Iran, Izrael dhe në lindjen e mesme, natyrisht edhe në botë ngjitas me këtë. Duke dashur që ti përcjelli, ajo ambicia që të mësoj sa ma shumë, të shoh sa ma shumë, e të gjitha ato trishtem, nuk arrita me e boa. Edhe njëherë nga këto, kërkoj ndjes që ka njëherë nuk po muj me e realizua ato që po e pararemrom. Najherë për shkak të internetit, najherë për në ndalët rryma, ndo njëherë për ndo një arsye tjetër, po gjithsesi, elhamdulillah, që me gjithate po arrim të komunikojmë ndër vete. Kështu, ti tregojmë një tjetërit ato që i dim dhe po e informojmë. Inshallah, Zoti na i shkruan për vepra të mira. Tema për cilën do të flas sonte këto nuk është temë rreth seneve konkrete që janë të ndodhur në luftë. Nuk do të flas për ato. E lam mazdreke në mbrëmje ose në një ditë tjetër. Ajo që dua ta ndaj me juve këto është diçka që buron edhe nga thellësia e zemrës. Një lexim, përveç me tru e me sy e me vesh, edhe me shpirt. Një lexim me ta ngjarjeve të cilat po ndodhin. Dua ta trajtoj, apo ti trajtoj, arsyet, shkaqet që e kanë pru situatën këto, dhe duke i shikuar nga më thellë të na shpërfaqen më të qarta ato të cilat po ndodhin sot dhe do të ndodhin nesër e mas nesër e në vitet në vazhdim. Për këtë arsye, nuk do të muj gjithmonë me përdor vesh terme optimiste. Ka tone kritike, tone që mund të vrasin veshin e juve. Jo për shkak se unë e dua ashtu, se po i përgjigj ato fjalë, po për shkak se brumi të cilën do ta trajtoj është për keqardhje. Siç po shihet më, miq të dashur, lufta Izrael-Iran është bërë tema kryesore në arenën ndërkombëtare. Në lindjet e mesme, në Turqi, në gjithë botën, por për fat të keq jo edhe në Kosovë. Në Kosovë nuk po i jepet tretmani i merituar që njerëzit tanë të informohen, jo vetëm nëpërmes lajmeve dhe shkrimeve copy-paste, por edhe nëpërmes debateve serioze, nëse ka, unë mendoj se duhet me pas njerëz të cilët i përcjellin këto dhe ua transferojnë qytetarëve, njerëzve të këtij vendi. Ne në Kosovë, qysh po shihet, kemi mesele më të mëdha se kjo ngjarja më e madhe që po ndodh tani në botë. Te ne jemi të diskutuar për do tema të cilat ata që i dëgjojnë dhe nuk përcjellin çfarë po ndodh jashtë, mendojnë se këto janë preokupimet kryesore të botës edhe të neve, e që në fakt, vallahi nuk janë. Por janë, se di, ka hinë mod kjo puna e jonë, me krijuar një temë, me krijuar një mini problem, me gjetë dikush, a i ka lik pucët, a e ka ndresh frizurën, çfarë tesha ka, ku shkoj me ka piti kafe, çka u bo në parlament, çka s'u bo knej, dhe pastaj natyrisht mu bo mallzeme mediatike që një 2-3 ditë me u debatue ma shumë. Dhe nuk pas ka shqen gabim
ai termi të cilin ja kemi vënue vetës, këto vetlla të zeza në kuptimin e zis, se jemi shtet sui generis. Jemi popull me që jemi shtet, që në kemi edhe popull sui generis. Dhe për tragedi, për të keqen ton, ne vet e kemi pranu dhe po e pranojmë. Vet e kemi thënë, dhe vet jemi të ja thënë botës, të ja shtin vesh botës se Kosova dhe populli i Kosovës është sui generis. A di shka do me thonë sui generis, o miq? Tek dyzgin. Do me thonë, ndryshe nga kejt bota, po si të lejohet kjo. Ai cili e ka thonë Zoti e falt, ai që e ka thonë sefte, e Zoti i falt ata që nuk din kur e përdorin. Dhe i dënoft ata të cilët qëllimisht ja din kuptimin dhe ja kanë gjitë Kosovës e popullit Kosovës këtë epitet sui generis. Hej, na nuk jemi të vetëdijshëm se çfarë themi ka njëherë dhe çfarë komunikojmë me njerëz ka njëherë. Imagjino, ne me gojen ton e pranojmë se serbët të cilët kishin ardhur në Banjska dhe bërë terrorizëm atje janë pelegrin. Media tona, njerëzit tonë, moderatorët, redaktorët, vetë e thëshin jemi se pelegrinët sërbë në Banjska. Bile edhe njerëz me ndikim në politikën kosovare, pelegrinët sërbë. Ata janë terrorist, nuk guxon ti me gojen tone me e pranue ato që e thët media në Shumadi. Sepse ti po i pranon shejtnin e objekteve fetare që janë të Kosovës, ortodokse në këtë rast, se janë vende të shajta për serbet e Serbisë. Kjo është tragedi. Në një kohë mu pat shtjerë zani e mu pat lodh dora në testatur e në laps, figurativisht po thëmë, tu bërtit oj shype, mos u thuani atyre njerëzve pelegrin. Pelegrin do më thonë haxhi. Haxhia bohet haxhi kur shkon në vendin e shajt në Qabe. Po çfarë vendi i shajt Kosova për Serbin dhe për serbët bre? A nuk të kokshme për i me sui generis? Inshallah nuk jemi edhe në dishka ma fell e ma trishtu shumë sui generis. Ata njerëz të cilët vinë në Gazimestan nuk janë sui generis, nuk janë pelegrin. Ata Serbia le t'i quan, ti mos i quaj pelegrin. Mos u bë për një me sui generis edhe në nivel mendor, nivel intelektual, nivel truni, nivel arsye e logjike, o vlla. Nejse. Zati thash, nuk komukon tema veç me terme të mira e tëmbla. Po hina këto, për të shprej keqardhjen time në atë që po e shoh. Por derisa e gjithë bota u qunë kam, edhe po e përcjell situatën atje, po bohen debate serioze, mos pash në Kosovë njerëz biri pe jashtit. Ose përkthej live, u bo sot let me përkthyje me Google, me YouTube, me sene, shpjegoja shqiptarve, o mos e izoloni Kosovën kështu, mos e bëni Kosovën kazan, në të cilin 4-5 vetë krijojnë lajme për interesat tyne dhe ato ja fshesin njerëzve, se ata janë të e bo për punën që e kanë, për përfitimet tyne, me mija lajka. Pse e qëtë një lajmë del para kamerës aty, bën hajgare me njerëz, her ky i mirë, dje të ratharë sot patriot, dje me Serbi sot me Amerikë, dje me Amerikë sot me Serbit. Thëmë kosovarqe, mos i hani këto fore let, o miq, keni kujdes, unë nuk jam kundër askujt personalisht, por më djeg kër e shoh se njerëz të këti veni e hanë tunq, e hajnë tunq kaslet, edhe mashtrohen kaslet, bile, e marin nga të zemrës, edhe shqetsohen,
shajnë nër me vetin a i herë, kritikojnë, e prishin ambientin në mazdarken shpi, vend se mu koni një ambient familjare, mu knaqe, me bo muhabete, me lexue, edhe mos lexovsh me grue, me babe, me nane, me vlat, me bo muhabet. Këto në sene sui generis që i imponohen njerëzve të vendi, e kanë qitë prej koloseki shumë herë. Po këthejnë në tem. Izraeli e sulmoj Iranin, Irani ja ktheu me raketa njëjtë. Një kohë po shkon kështu me këto hedhje raketash dhe e shohim se Turqia, vendet arabe, vendet muslimane, po shikojnë karshi nga balkoni, nga rani pari, dyti, tretë, në kinema, në teatr, se qëfar po ndodh atje. Do të gëzushëm, do të idhnushëm, do kështu, por janë spektator. Nisur prej Turqis dhe vendeve, si që kanë qenë spektator. Dikush ma shumë e dikush ma pak, edhe tek rasti i Gazës, edhe tek rasti i Libanit, edhe tek rasti i Siris, edhe tek rasti atje. E përmena Sirin. Një gjë po du m'ja përmenin kështu me shumë goj. Për të tretën herë po them dhe ma nuk e përsëriti. Këto shë keni mi dëgju këto nuk jam bash tomla. Se kom njetë me livdu kërkon heq. Po me thonën punën ashtu si që është. Nuk është Turqia ajo që e ka slirua Sirin, por është Izraeli ai i cili e ka pushtua Sirin. Siria sot është bashqe e babës, është periferi e Tel Avivit, në të cilën vend ushtria izraelite hyn kurdo, shkon kurdo, kthehet kurdo me dur në gjepa. Bombardon kodo, e ka shkatruar infrastrukturën siriane në tërsi. Andaj, nga një perspektiv, mund është me qujt qiliruar, me germa kështu si mikronat vogël, nga kush, nga Bashar al-Asadi. Por Siria sot është nën kontrolin Izraelit. Edhe qieli, edhe toka, edhe çdo gjë. S'po du me hi në konspiracione dhe me shpjegu se për kë punon Ahmed Shara. S'kam fakte, unë nuk ka njerëz të cilët i trajtojnë këtë sene. Unë e flas veç atë që shihet dhe që preket. Atë të cilën e kam kuptuar në përmes leximit të lindjes e mesme për heq më pak se 30 vjetë. Në përmes leximit të studimeve, analizave, shkencëtarve, politikanëve, ekspertëve, botnor të lindjes e mesme. Dhe në përmes leximit të lindjes e mesme me sytë e mi, me lëkurën time në të cilën kam jetue heq më pak se 27 vjetë. Kjo që është në Siri, sot pak ka dallim nga cili do vend tjetër, Libani ose Gaza ose njëjtë është. Është nën kontrollin Izraelit. Po Turqia ku po mbetet? Po. Një fitore të cilën e pataquar spektakolare e Turqis në kuptim të zhagitjes apo prolongimit apo eventualisht zhdukjes definitive të problemit kurd të JPG-s dhe PKK-s. Megjithëse që ende hala nuk është definitive. Që nga koha e vrasjes së Kasim Sulejmanit, të cilën e vrajtën aeroplanet amerikan, unë me sytë e mi kam pa shenja dhe vazhdoj të shoh se ai ishte fillimi më spektakolar, më i qartë i një politike krejtësisht të re në lindjen e mesme. Boshti i rezistencës, ta quaj edhe unë me këtë terminologjin e atjeshme. Duke nisur nga Gaza, në Liban, në Siri, në Irak, në Yemen dhe së fundmi në Iran, filloi të binte një nga një.
tull pas tulle. Dhe duke rënë ky mur tull pas tulle, muri tjetër, muri i Izraelit filloi t'i vendos tullat e tij në murin që po e ndërtonte dhe po vazhdon ta ndërtoj. Më njëherë po e them një fjali. Lufta në Iran e filluar para një jave, me raketa e me edhe ato shka i pam sante, veç sante shka pam, qfar bombardime mbi Teheranin, mbi caqe ushtarake. Filloj me ja bombardue edhe bazat ushtarake brenda Teheranit. Të gjitha këto, ngjitur edhe me bombardimet brenda Izraelit, tregojnë se është një luftë. Megjithatë, përsa unë i kuptoj dhe do t'i shpjegoj këto senet, kjo luftë nuk mundet me vazhdu, spaku në këtë intensitet, në këtë mënyrë, ma shumë se një muaj. Ma pak se një muaj. Zaten Donald Trump dje ju tha popullatës së Teheranit dilni për aty, se e kimi njetë me bo rafsh, sot, përderisa po përgatitesha ta bëja videon e orës 11-12 natës, Donald Trump gjithashtu tha se jenë nis aeroplanat për në Teheran. Një gjendje kaotike, një trishtim i papar, një i sigur në Izrael. Ik njerëzit pe këtu i qka atje, ik pe atje të kthev ka. Edhe në Teheran të e bajt popullin miliona njerëz të Teheranit ande e këndej. Qfar fatit të zi pas kësh pas lindje e mesme dhe popujt e ati vendi. Me gjithë hebrejt, arabte, persiante, të gjithë. Prej kohës se kalu belas, lindjes e mesme nuk ju kanë dal gjakderdhja, dhuna, vrasjet, varjet, djegjet për zgjalli, eksploatimi i asaj pjesët e botës, që nga kohat e lashta, e sidomos me fillimin e kolonizimit nga franqezët dhe anglezët dhe vazhdon deri në ditët e sotshme. Fat të zi, pas kësh pas lindja e mesme. Por, qfar janë arsyet pra, dhe qfar shihet sot në teren, si ta lexojmë nga thellësia, jo nga ato që po shihen, për ta kuptuar se qfar do të ndodhë në ditët në vijim dhe në vitet e ardhshme. Pa marrë parasysh se qfar dëgjoni në për televizione, mendimi dhe bindja ime është se kjo luft ka me përfundue në disfavor të Iranit. Irani nuk ka fuqi me përbalue një ushtri aq të sofistikuar si që është ushtria izraelite dhe ushtria amerikane. Mund të ndodhë me e keqja, hedhja bombave atomike, raketave hipersonike, supersonike, me mire sene. Në fund të fundit, është ligj i natyrës. Darwini bile e thot, peshku i madh e ha peshkun e vogël. Është ligj i natyrës. Dhe kështu. Si përfundim i luftës, Iranit ka me ardhë puna, mendoj une, do t'i vje puna, më thëmë ka me ardhë, kështu sigur, do që flasin mas të dite, do t'i vje puna bashkë si Turqis pas shpërbërjes së perandërisë osmane. Turqien e lanë sa një pëllëmdore. Pastaj në marrëveshjen e 16 gushtit të vitit 1920, se në videon e kaluar kisha gabue e dëgjova, kisha gabu kështu në shprehjen e viteve, dhe kjo mendoj se ndoshta është defekti imi, ndoshta është normale, s'pedi, gjithë ligjerata, gjithë video për çdo ditë të lume, 1-2, po, me 16 gusht të vitit 1920, marrëveshja e Sivrës. Në këtë marrëveshje, Turqis i japin, që asaj ish perandërisë osmane, një vend sa plan, pe Ankarës e dedi të Sivasi andej. Pastaj Turqia, Ataturku, YNN, qeveria e re e Turqis, nga atje, vje kohë e marrëveshjes së Lozanës dhe aty ngoj të jurae
fuqive vendimmarrëse, shteteve vendimmarrëse, fuqive fituese të luftës së parë botërore, o Allahile na jepni edhe kapak, na jepni kapak. Po, na po t'japëm, por tash ka kushte, zotni. Ka kushte. Dosh me bo që të, dosh me bo që të, se shka janë ato ma janë botnisht të njohura, por janë botnisht të njohura edhe gjithmonë, se aji që e humb luftën, marrëveshja e Kumanovës të zamje, sene tek ne këto, aji që e humb luftën, nuk e ka të drejtën me mnu ma kushte aty. E as me lypën, veç sa ti jepët. Naj aftësi, naj zhdërvjelësi, po, veç sa ti jepët. Më falni, dhe Turqis ja dhanë që ato shka ja kanë dhanë s'gjika sot. Edhe Iranit, naturisht, kanë me i thonën qikaq. Si erdhi punët e që kjo? Që shu bo që kjo atmosferë kështu? A dini me që se, sidomos në 40 vjetët e fundit, është bë një presion, një propagandë, shpifje, linqim, shantazh, shpifje ma shumë, e tentativa për përqarje, është bë një atmosferë e zymt, e trisht mbi Iranin dhe Iranianët. Mbi 40 vjetë luft kundër tyre, jo Shii, jo Rafidi, jo Hazreti Hyseni, jo Muavija, jo ajo. Dhe me thënë, u paraqet ma Irani si një fuqi që gjunah është me shkelën ta, edhe hurmët mës mi hangër të Iranit. A që të Irani hurmët, në kohën e Riza Pahlavit kanë ardhë këndeje, andeje, ka pas raportet e mira me Arabe, nuk ka folë Saudia i tjetëri. Për shka? Sepse nuk ishte koha për thellimin e një përqarje kaq të madhe. Sepse projekti ishte që të realizohen më pastaj kur, gjatë kësaj periudhe të kësaj ndasie enorme, ndasie ekstreme midis muslimanve. Jo veç midis këtyre dy grupeve, por midis edhe medhhebeve. Në për botën arabe sot ki universitetet dikur me emën, sot jenë shndruhe në universitetet tarikatesh, në universitetet medhhebesh. Në këtë mësohet me medhhebin Hanefi, atje me medhhebin Vehabi, atje me medhhebin Shafiai, atje me Shii. Imagjino, e kanë përqa edhe mendimin islam. Mendim ky që dikur ishte shkëndi e botës, që i kishte dhënë botës ma shumë se cili do civilizim botnor. Si kur thët lapot vejs, po si kur mos të ishte islami, si do të duke i bota sot. Këta thët një perendimor, prejardhje hebreje, qifot që e pranën islamin. Qfar do të ishte bota, po të mos ishte mendimi islam? Do të kishmi hangër një tjetrin, në kuptim. Dhe që ky islam është sjell në një pozit sa, si thash me një video, të duket edhe nga vetë muslimanët, si një drit e shterur, se ma nuk po mundet me indihmu e muslimanve. Andaj duhet me bo reforma në ta, me bo protestantizm, me bo sene, ose me hekejt me bo dishka tjetër. Sepse qështo e kanë pasqyrue islamin, se qështo flasim për islamin, jo vish të ne ma është bo diskurs, mos thëmë falni, diskurs i gërditshëm, kur flasin për gjana, o që s'kan kur fal vlerë be vallahi edhe billahi. Hetë s'kan vlerë në islam. Kryjnë fakultet për që ato punë. 10 vjetë në gjamia dikon veç për që ato sene folë. Është reduktu islami, sidomos tek ne në 5 sharte. Buni el islamu ala khamse. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dhe që aty shpjegohet, këto shtylla janë themele. Themelet nuk shihen poshtë, janë mjete, nuk janë qëllime. Themeli është mjet mbi të cilën ndërtohet godina. E ajo që është godin islame është kultura islame, civilizimi islam, përparimi, teknologjia, zhvillimet të gjithanshme të muslimanve. Ajo është pasqyra e vërtet e islamit. Nuk është
bunjel islam ala khamsin. Nuk duhet të fokusohemi të flasim vetëm për themelet që janë nën tokë. Ato janë mjete, namazje, haqje, mjete për arritjen e qëllimeve madhore të cilat Allahu ja ka dhurue njerëzve. Islamin, një kultur, një civilizim që e ka shndërrit çdo cep të botës për 1200-300 vjet. Sido që t'jetë. Miq, për 40 vjet ushtrim, presioni dhe përqarje në botë e sidomos mbi Iranin. Leje këta. A mund të imagjinetash nga perspektiva iraniane. Qohën një natë 200 aeroplan izraelit dhe i bombardojnë reaktoret bërthamor të Iranit, bazat ushtarake, infrastrukturën, e vrasin komandantin e forcave të armatosura të Iranit, e vrasin komandantin e gardës revolucionare, lekta 2, e vrasin shefin e sigurimit sekret e inteligjencës iraniane, i vrasin 40 ushtarakët më me pesh të ushtrisë iraniane, i vrasin 28 shkencëtarët kryesor të Iranit dhe derisa këta po bombardojnë, u futën aeroplanat aty. Bile dhe aeroplanat që i furnizojnë me naft, aeroplanat që i furnizojnë me naft, i krytën punët e tyre dhe u kthyen në vendin nga ku ishin ngritur për fluturim pa një therr në kam. Dhe gjatë kësaj kohe, miq, komandanti i ushtrisë, i sigurisë shtetnore, i inteligjencës, i gardës, i njerëzve fjet, i kanë vra fjet në dhoma me dron. E ka nis dronin, para gjaki i ka hinje. Për dritare i ka hinje, zotnia të fjet me pijama të hekorosura në krevet. Në qësi gjendje e kanë prue Iranin, iranianët. Regjimi, mos thëmë me regjimin atë kuptim negativ, por që ashtu edhe po t'inglën, e kanë prue Iranin në këtë gjendje. Pra, në gjumin më të mirë të gërhat, i hydroni, edhe i miq, edhe çfarë drona, të përgatitëm brenda Iranit, të marrura me qiran ndërtesa 3 kaçe, janë prodhu me muaj të tërë drona të cilët do të përdoren atë natë dhe më pastaj. Mosadi i ka hinë zemër, edhe e ka çmondue. Këta hala të fjet, këta të umaren me synime, shiime, këta hala të umaren e të e kajten Hazreti Hysenin, Hazreti Hasanin, Hazreti Alijen, në ka vra Muavija, në ka bo këta, të e re vetin me zinxhir, se na po e manifestojmë malin, vujtjen, lotin ton që na i kanë vra Hazreti Huseinin. Në kohën kur 200 e tepër aeroplanat të Izraelit i kallën mrena këta të fjet në pijama. Ndoshta përpara, në 2-3 sahat përpara, se në 3 ka ndodhë kjo, ndoshta mas darke, mas jacijes, kanë shku edhe kanë vajtue Hysenin, edhe kanë nam, e kanë bo beddua kundër Muavijes dhe Hulefa i Rashidinve. Dhe 200 aeroplana juhin. Andaj, në përmes qësaj, po e përgjigjem pyetje suaj, me një pyetje timen. Si mund pra ta fiton Irani luftën me Izraelin, kur i hin 200 aeroplana, bombardojnë ku kanë qef, edhe kthehen pa një therr kam, a këta të fjet në krevet, të kërhat në krevet. Si mund të ndryshon natyra e luftës, të rrotullohet 180 shkallë mbrapa, kur Allahu Gjelleshanu bëthet, nuk e bëj këtë punë, nuk ju ndihmoj. Qysh, shka po fol hoxha. U Allahe e thët këtë në Kur'an, inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zoti nuk me javbo dritaret me hekra që mos me mujt me deportue droni i Izraelit aty. Nuk ja mbron tanket, as reaktoret bërthamor, as aeroplanet, as kur gjë nuk ju mbron për derisa ju nuk e bëni ata, o ju musliman. Për derisa ju nuk e bëni ata që ka me javthanën në surën Rad. Surja vetima, murmurima. Në ajet është në këtë, të këshërë shfarë emni ka surja. Vetim, murmurim që trishton. Si që kanë trishtue iranianët mrena aty ata 200 aeroplan. Në surë Rad, Allahu në ajetin 11 po ju thët muslimanve dhe njerëzve në përgjithësi, sepse Kurani komunikon me njerëzimin. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna aduwallahi wa aduwakum. O ju njerëz, përgatituni aq mirë sa zbohet ma mirë kunder atyre min kuwe, fuqia sot cila është me fol për Hazreti Husejnin, për Ebu Hanifën, për Shafi'ijën, me shkuetin në Arabinë Saudite, janë Egjipt, janë Libi atje, me mbohet tem masterja dhe doktorate, trajtimi i hadithet, filon haditheve nga Muhammed bin Salman Muhammedi në shekullin e 12, ose në shekullin e 3 hijri. Shkam him pun mua ajo tem e jotja e doktoratës. Pse nuk i thu doktorit ton, profesorit ton atje në universitet, ama na i tem, ta trajtojmë na i tem që islami mua m'bohet diçka vlerë shtuar në përditshmërinë teme. O zotni profesor, pa ai vetë është gjahil dhe ty e të lejon me bo tem për një hadith, a për një mesele fikije, a për një mesele kelamije, apo për diçka që është trajtu para 1.000, 200-300 vjetë, 700 vjetë në vend se islami, që është rahmeten lil alemin, që është energji për të gjitha kohrat, të trajtohet një ajet, një hadith, një strategji e pejgamberit, sot si do ta fusim në punë, si do ta përdorim në përditshmëritë tona, në mënyrë që ti ndalim ata 200 aeroplan, para sa me na ardhen, bile ta bëjmë armikun, kundërshtarin të menoj 400 herë para se ti nis ata aeroplana. Wa'iddu lahum mastata'tum. Përgatituni karshi tyre në mënyrën më të fuqishme. Me çka? Min kuwe, me fuqi. Pra, me fuqi ushtarake, me fuqi inteligjente, me fuqi të gjithanshme, mos t'ja nisi këtu me hub kohën dhe me i radhit fjalt. Wa min ribatil khayl, edhe tanket, edhe aeroplanat, po thët Allahu. Edhe automjetet e blindume, edhe topat që gjujnë larg atje, edhe krejt, ribatil khayl, si kuajt e atëhershëm sot janë tanket, shigjetat atëhershme sot janë raketat, misfaqi i atëhershëm sot është kolinosi, është signali, laula an ashqa ala ummati la amartahum bis-siwak 'inda kulli salah. Pejgamberi ka thonë, po mos të më vind të rënd për ymetin tem, do t'i porositja që të gjdo namaz mila dhëmt me misfaq. Misfaqen e marin miswak, misfaqen e marin sebebil kaul. Sa punët e misfaqe, o zotni, o agahoj, o vlavi jem, o koleg, është punët e pastrimi i dhëmve. Miswaqi është emën i përvetshëm aty që përdoret për ta kuptuar njerëzit aty. Por në pyetje është filozofia me thellë e hadithit, jo ajo shkathohet kështu. Mos i trajtoni hadithet në mënyrë literare, në mënyrë fjalë për fjalshme, por kuptoni sebebil kaul, për shka e ka thonë pejgamberi në atë kohë, ashtu dhe si do ta thënte të njëjtin në rrethana të tjera. Për këtë arsye, ki fjalë të pejgamberit, hadithet të pejgamberit, që me një vend e ka thënë ndryshe, me një vend e kanë thënë ndryshe. Ata të cilët nuk e njohin shkencën e hadithit, po bien kundërshtim. Jo, rrethanat kanë qenë tjera. Sot el khayl atëherë
Kuaj atëherë sot janë tanket, sot janë aeroplanat, shigjetat atëhershme, shtizat, sot janë raketat supersonike, hipersonike. Pregaditni edhe këto në mënyrë që turhibune bihi adu Wallahi wa aduwakum, që ta trishtani armikun tuaj që të mendon 700 herë, jo 400 herë, para se të niset me ju sulmue. Qfar shteti islam është ai që pretendon se është islam së bashku me Arabinë Saudite? Qfar shteti islam është ai bre, i cili të futën 200 aeroplanët i halafjet? Mas do kohë mirët vesh, se çka ndodhe. Qfar shteti islam është ai i cili nuk i ka lexu që të dy ajete? Kryetari i atij shtetit, cili do shtet islam. Edhe nëse i ka lexue, nuk i ka kuptue. Qfar shteti islam është ai që organizon për çdo ditë gara kuranore, me 7 mekame, në vend që të organizohen gara kuranore. Edhe tek ne organizun një dite. Belesh, kanë të ushkoq, kolegët e mi me dalë në fotografi me imamin e Qabës, thuti që ka ardhen, ku me ditë se kush. Imami Qabës, Allahi e bekoft, elhamdulillah, pa në knash me zanin e ti. Pa bot bre me bo hijgjëm, ashtoj fotografonat, i thonë djalit e shoket, që ku shkoj me marë në gryk, me zërë në greshti me marë në gryk, që me kujtu njerëzit se kjo është e njoft këta. Imami Qabës, 1 miliard muslimani shkojnë atje. Këtu u kalzue dhe gara kuranore, në vend se të bëhen garat kuranore, që të trajtohen aty se cila shoqëri, cilat ajete si ka praktiku njetë. Se Kurani ka arë për me u praktiku njetë. Amenu, besoni, edhe me njëherë, amel salih, me njëherë me bo punë të mira, dhe punë të mira jo të shpjegon amel salih, punë mos me shkel bubrecin. Punë e mirë është çdo punë që të hyje në punë, me të cilën nuk e hidhrën Zotin, e kënaq Zotin, a Zoti kënaqet me suksesin tënë. Zoti kënaqet kur ti ke arrit atje kur nuk të hin Banjska, kriminali se ka qef, e në Karaqef se ka qef, e atje se ka qef, e Greku atje poshtë ka qef, e Izraeli në atje në Iran, e në Teheran, e në Gaza, që kjo është ameli salih në rrethana të caktuara. Meq, jo ameli salih mos me shkel bobrecit, me bo mirë hajrate e sene. Ajo e ka kuptimin në një kohë tjetër, por është kuptimi më i ngushtë, siç është kuptimi i ajetit në sure El-Mu'minun, kad eflaha el-mu'minun, tani vazhdon më poshtë ka ani lagvi mu'ridun, ata të cilët ruhen pej fjalëve të këqija. Fjala e keqe këtu nuk do me thonë mos me sha veç. Fjala e keqe është mos me thonë asnjë fjalë, mos me bo asnjë vepër e cila nuk ka dobi prej saj. Mos me harxhu kohën me llafe koti, mos me harxhu kohën me shkenca koti, me dituri koti, por dituria e vërtet që thot pejgamberi është ajo nga e cila kanë dobi njerëzit. Nuk është dituria e çmuar te Allahu ajo e cila nuk kanë dobi njerëzit apo kanë sherr prej saj njerëzit. Ani lagvi mu'ridun do me thonë janë të shpëtuar, janë fitimtar, triumfus, ata besimtar, të cilët nuk e harxojnë kohën gjithë natën para televizionit edhe me ngull llafe të kota, me kshir filma të kot, me lezu sene të kota, hajgare të kota, që dhe këto dohen ka njëherë njëtë, se s'po bën veç serios, po që të kihet kujdes. Dhe ky Iran pastaj i tillë si është. Dhe si po e shpjegoj ajetin kuranore, hadithin e pejgamberit, i futën 200 aeroplana për çdo natë dhe për çdo natë duke u bombardue. Siç u bombardu Libia, siç u bombardu Libani, siç u bombardu Siria, siç u bombardu Gaza, siç nesër bëhet ajo, mas nesër Saudia, Allahi mos thashtë e Egjipti, ai tjetër, sepse ti në fakt je bo shosh, je bo sit në të cilën depërtohet kur të ka qef ai tjetri. Sepse shefi i agjencisë së inteligjencës i joti është të fjetë.
sepse ti nuk I ke bo përgaditjet në atë mënyrë që ai ta menon 700 herë a me të mshue, a mos me të mshue. Muslimanët sot, meq, kanë ardhen në një gjendje ku janë ngulfat prej luksit, vendet arabe në të cilat kam jetue mbi 20 vjet, nuk mundi me imagjinu pa I pa me se kur gjon video e sene, çfarë harxhime enorme bojnë, çfarë kerre, 5 kerre një shtëpi, një njeri 5 kerre. E kam përmend atë rastin tem kur unë ka thira I Arapi, në vizit, kur shkova unë aty, pesha 5 kerre në borë, edhe u ktheva, thira në telefon, thash, s'është problem, unë të kujtu se I kanë orë musafir. Tha, pse, çka u boe? Thash, po, kishim musafir, jo mërë, tha, vetë jam, e çka janë ato kerre kur hina në borë? Tha, po njanin e kam përqeshto, njanin përqeshto. Dhe kjo është me I vogli, kjo në fillim kur kum pas shkue. Tani u mësova, kerre lukse të lyme me ari, bandasht e kerreve me ari, kimikat, lapsat, telefonat, aeroplanat me ari, harxhime enorme. A mund të besoni se në vitin 2023, në shtetet arabe të gjirit persik, veç në 2023 statistik e sakt zyrtare, veç nga Franca dhe vendet të tjera prodhuese të parfimeve, kanë ble 11 miliard dollar parfime. E që për to janë harxhu sigurisht një 7-18, se ato janë shit me shitje. Imagjinon, ja? Dhe për shkak këto parfime, për shkak këto veprime të ngopura, të rinë fët të ngulfatër, jo ngopur me arje, me argjente, me harame, me femne, me kurvnije, me prostitucione, me çdo gjë, me ndërtesa gjigante tu I harxhu ato pare, ndërtesa dyqese për turizëm, a me 10 aeroplana ja lëshon krejt, ja bombardon ja qetë në tokë. Muslimanët sot, miq, harxhojnë në vitin 2024 122 miliard dollar për haxh edhe umre. Allah I kabul ja boft. 120 miliard dollar muslimant e botës I kanë harxhue me shkue për një vjet në umre, ka 2-3 herë, 7-8 herë, edhe me shku në haxh. 120 miliard dollar. Ej, imagjinoni, një pjesë I ka marrë Saudia, një pjesë aeroplanat, një pjesë, por kur a mund të besohet pastaj në sinqeritetin tem kur une pik në sy, në pik lote, për gazën, ose për atjetën, ose për atjetën, kur une I kam harxhu 25.000 euro, 30.000 me shku me shoqen si vjet në haxh, ose në umre, I ku harxhu 10.000 euro për umre. Tash dikush më do të më thonën, që kjo për tipë, se s'po folë për ta që po shkojnë ndetin ndërë se në ulqin. Po edhe për ata është meselë tjetër tani. Mu po më intereson që kjo pjesa. Wa iddu lahum mastatatum. Ku imi të I harxhu në paret, ku imi të investu, shka imi të bohe, sa në kënije. A dini jo, o burra, o shoqe, se pas luftës dytë botnore Gjermania 21 vjet, pas luftës, asnjë restoran se ka pas të hapën kur kon heq. Mas 21 vjet e hapën. Edhe ato të shit kompira, herë të fërgun, përgjet e herë dzime sene, çto e kam pas ushqim. 21 vjet kam punu për me rimë këm Gjermanin, dhe sot Gjermania është kjo. Njëjtë sikur që është Izraeli edhe më e mirë se Gjermania dhe më e fortë se Gjermania. A jeni tu e kuptue ku është esenca e asaj që ka ndodh aty dhe ku po e qes përgjigjen se a mundët Irani me I qindrue Izraelit. A mujnë Arabët muslimanët me I qindru një Izraeli 10 vjetë. Do të flas pak ma poshtë për Izraelin. A mujnë me I qindrue 1 miliard e gjysmë muslimanë. Numrat janë kur gjë heq. Numrat janë sa mu krekos. I kam 7.000, I kam 5.000, I kam 3 djemë. Nëse vynë janë 7, vesh nëse vynë janë 7, për ndryshe mbesin numra. Turqia, për momentin, mund me thonë se është modeli më I mirë I shteteve islame, me Malezinë, me sene, më e mirë.
Janë do liri, janë do demokraci, është liria e të shprehurit, është liria e femnes, femnen turke e keje gjdo kënd prej presidencës e të poshtë. Pa e dini jo në Iran se hala ki shorta ahlakije si në Arabinë Saudite bre. Policia e ahlakit, e moralit. Nuk shën kot namazit me gërbaq. Pse të ka dërë kimja e flokës me gërbaq? Pse i ke hyp kerrit si femën me gërbaq? Pse e ke marrë pashaportën, së sta japën, po e ke marrë pashaportën pa lejen e burrit jatë babës. Femna zgudzon në Iran me posedu pashaport pa lejen, pa nënshkrimin e babës edhe të asaj. Ndrydhje, kush ai popull gjigant, perandori ka qenë dikura, është sjell në këtë gjendje, një prej vendeve më të pasura në botë. I katërtin në botë me naft, i tretin në botë me naft, me borimet petrolit, i dytin në botë me qka? Me gaz natyror. I dytin në botë. Irani sot konsiderohet dhe është, e kam thonë, e kam shetit shumë, prej Shirazit e këneje Banderabas e Babulsare. Irani në një kohë qatje skim, ka kije të ulan deti, qasit teritori ka. Ka pem, ka perime, ka deti, ka peshk, ka ambiente për rritjen e blektërisë, kingjave, lobëve, sene. Njëjtë sikur Kosova. Edhe na, flajnë qëmër, mbi qëmër, na blejmë naf prej, kësene rrujmë prej Serbijes, shteti strujës që blejmë prej Serbijes. Na kemi tokë për blektëri, qengjat e Kosovës dikura në kohën e perandorisë osmane janë hangër vetëm nga shtëpia mbretnore, nga sultani, nga pallati sultanit, se kanë qenë qingja me kualitet të dragashit. Sa u konë një shtet, prej kahit kanë shkuë në Stamboll atje dhe në kryeqendrat e botës. I kanë kultivu ka. Na sot blejmë mish coft, prej Brazilit e pula, vish likur, prej Belgjikës e që e kemi pa në për televizora. E kemi pru punën na vazhdimisht s'po në animojnë. O ti zotni, ti shka a jetu një muë. Ti me njere 2 vjetë mas luftës, jo si Gjerman, po ti me njere 2 vjetë mas luftës, i ke hap restoranet malukse, kerët malukse, serviset malukse, teshat malukse, kejt Chanel e Pollen Shark e Zilje, i ke pa këto me Omega, me Rolexa, me Sene, ndërtesat garë, sigur në Dubai, cili pi marën ma të gjana, as një fabrikë së punën, as një organizim që shdojt, dhe s'pëna japin. Njëjtë kështu edhe në vendet arabe, sindrom kë, nuk e di qka është puna bre. Pse nuk marim të miren prej Gjermanve prej perëndimet. Irani, kërej qka mundet me jadhan zotin një vendit për me qeni prosperum i ka. Pa marë kur gjë për jashtit. Me pasurin në toksore të pashtershme, me hekore, me gase, me nafte, me alumine, me uraniume, me sene, me... Spaku ka qenë dash që populli Irani ta ketë një jetë të prosperuar si norvegjezet, franqezet, zvicranet, gjermanet, britanezet. Mirë po, në Iran ki varfrit madhe, me gjithë një prej shteteve më të pasura në botë, për shkak të korrupsionit, për shkak të hajnis, për shkak të sistemit të ndrydhur që e ka ngulfat jetën. Rjetë sociale s'ki në Iran, sepse s'ki jetë sociale në fakt. Femna, sidomos femna është e shtypën, femna iraniane dikur persiane ka qenë në dhënje të kulturës, e të arsimimit, e të shkencave, të profesoreshave, doktoreshave, me emna, ka me qindra emna. Iranian, që ta iranian shka jonë sot, dikura i kanë mësu shkrim lexim arabët në kohën e pejgamberit dhe pas kohës ti. I kanë dhënë botës mend dhe kanë ardhur në këtë gjendje që me i vajtue dhe me i hije 200 aeroplana me bombardue edhe me dal pa një therr në kam. Pra, tani valla, s'po na nimon Zoti, po nuk është drejtësia Allahit me të nimu tyje, kur e ke pru punën më ti aeroplanat ashtu. Është pa drejtësi kjo. Allahu i vendos ligjet strikte në natyrë. Bota vepron si pas ligjeve. Zoti nuk mirët me neve veç
praktik neje më da ka përkrahi me laqet. Jo, ta ka dhënë trunin, ta ka dhënë Kur'anin, ta ka dhënë arsyen, racionalin, logjikën, që shumë musliman thoi se logjika bie ndesh me Kur'anin e zbën e këneje. Freke lezova njani e kishu një letër qikash, 4-5 faqe në Facebook, tu e deklasue logjikën edhe e kish marrë ato Rad alel Mantiqiyyin, është një libër 2 pjesë e Ibn Taymiyas. Tu mos e ditë se ne kam pas temë trajtesën master, qatë libër dhe 50-100 të tjera në logjik, e ka marrë se Ibn Taymija ka folë kundër logjikës, andaj logjika bie ndesh me Kur'anin. Pa e ditë hiç pa e pas në dorë nashta, pa e lexuar kur se çka trajton Ibn Taymija, të cilin e konsiderojnë një ndër kolosët e mendimit islam në historinë islame. Sido që tjetë, del njeri atje fol edhe thot se në Qabe, për shembull, që imami i Qabës. Për dënjat mikrofonin që e ka për para, do këtë si jarit e argjenta nuk e di. As qatë mikrofon nuk e ka prodhim të vetin Saudia. As kapuqin kry, as gjym, ose dishka. E kini pa do farë mantilla që i veshin Arabët. Saudis gjirit persik. A disa kushton një? Ma i liri kushton $30,000. Me garanci për ju thëmë, për ju betohem, e dije. Ka të erin $80,000 nëse është brand, nëse është mark, Chanel ose dishka tjetër. $30,000 e vënon atë mantilën aty. $30,000. Një shkollë me e marue. Një shkollë me e maru në Somali. Me 3 mantila me e maru një shkollë në Kosovë ose dikon ose me investu bre dikon bre pra, qëta njerës, qëta musliman, pra, si mund të fitojnë luftën me armikun e tyre. Kjo është përgjegje pse s'po bashkohen musliman. Qysh po mujnë 9 milion e gjys. Për shka? Sepse Irani e ka prue punën në përmes sistemit politik të çoroditun. Dhe të tjerëve regjimeve arabe e kam pru punën deri në këtë drejgje. Sepse vetë muslimanët janë larguar nga feja e tyne. Sepse vetë muslimanët janë mashtruhe të u bazu në kulturën e krishter perëndimore se duke u largu nga feja ka shkue prosperime. Tjetër natyrë është e fejas ka dhe edhe mentalitetit ka. Ti kera pikërisht atë ditë kur e ke lëshue Kur'anin dhe masimin Kur'anor. Sepse Kur'ani fillon me Iqra, e kemi spjegu shumë bukur, sepse Kur'ani thot wa'iddu lahum mastata'tum, përgatitu me tanke, përgatitu me aeroplan, supersonik, hipersonik, me raketa, me çdo gjë. Leje meselën e mezhebeve, leje mezhebën e shigjetave, leje meselën e misfaqit, u spjegoje islamin mirë, kuptone mirë islamin, sepse islami është edhe për Gilan, edhe për Prishtinë, edhe për Qabe, edhe për Londër, edhe për Washington, edhe për Tokyo, edhe për në Afrika tje. Islamin nuk mundet me qenë e njëjta fjali që thuhet në që shpjegohet në Mekë, apo në Medinë, apo në Universitetin e Damaskit, me vlet në gjitha vendet. O, do të trajtim serios, do të me kuptu filozofin e hadithit dhe ndryshe. Në të kundërtën, është kjo gjendje kështu. Qysh Izraeli mujti me e mujten Iranin. Në vitin 1979, kur vje Khomeini në pushtet, Irani e ka pas hyrat kombëtare per banor $2.800. Në vitin 1979. Në vitin 2022, Irani 2.900, 2.800, ndërsa Izraeli e ka pas 1.400. Në 79, për kokë banori. Në vitin 2022, 2022, 9 herë ka shku Izraeli ma shumë. $45,000 për kokë banori në Izrael, në Iran $5,500. $5,200, $5,500. Shqyqoni dalimi. Pse? Për ju kalzoj. Pse nuk mundot me fitu luftën? Edhe nëse zgjat vish një javë një muaj që thash, edhe qofse vazhdon 10 vjet. S'mundet me fitue, sepse bie ndesh me ligjin e Allahut. Bie ndesh me natyrshmërinë
të cilën Allahu ja ka dhënë njeriut dhe Zoti është Rahman dhe Rahim, është mëshirëplot, ndaj të gjithëve është i njëjtë. Në ditë kiametit, në ahiret është ndaj besimtarve. Pse je besimtar ti sot, pse e fal namazin, nuk do me thonë se ki diçka ma shumë jetë ndihmë, jo ma shumë, po nuk do me thonë se ty ndihmën në shkollë, ma shumë se ati që nuk e fal namazin. Jo, ajnë qofse lexon ma shumë, qofse punon, prodhon ma shumë, ati ja jep. Ty jo, ty t'jep vish për që të shka e ke krye namazin edhe pik hesapi, se shpesh me përmenën punën e namazit, që është tylla e dinit islam, që është komunikimi me Allahun, në kam, unj, i krusur, në krevet, i shtrim, të hec, të flutërue, fe dhe kir, fe inë dhikra të në fe ul mu'minin, përmën e ka shkoj Zotin, dhe të përmendurit nuk është vish me goj, përmene me punë, me fjalë, me vepra, me zemër, me dashuri, me buzëqeshje, përmene Kur'anin, përmene Allahun, jo vish me tesbih, qysh e shpjegojnë dhe fjalën dhikr. Dhe po e përsëris, po e them, më fal, po, të është Izraeli, vërtet, Netanyahu është një makineri vrastare, është koka e krimit. Mirë po, vendi i ti Izraeli është diçka tjetër. Vendi i ti Izraeli është shteti ma demokratik në lindjen e mesme, pa pik dyshime. Po, qysh bre Mustaf, demokratik isha për ju bëm palestineze. Po edhe unë e thamë ka njere qështu. Por së është, dhe më thënë, nuk është e tëra aty. Palestinez janë kapitull tjetër, është punë aty jeta vdekje, për mos me elon krimin e shtetit palestinez, por në rrafshin e jetës sociale, në Izrael ke media të forta, media, jo si kur të na shka të bjengoj me fol, jo, aty është si në Turqi, zgudzon me shpiv dishka, me qit dishka në popull, me kryue turbulenca, me kryue huti, që e dëmton interesin shtetnor në përmes dëmtimit të interesit të qeverisë. Netanyahu është diçka tjetër, shoqëria izraelite atje, sistemi politik është vendi më demokratik për të gjitha vendeve arabe atje, dhe vendeve muslimane përveç Turqisë. Me Turqit është kapitull tjetër, krejtësisht. Është vend tjetër. Mediat, botimet, librat, a e dini ju se shteti i Egjiptit, shteti i Izraelit, boton revista edhe libra, një shtet 10 milion, boton libra e sene 94 herë ma shumë se në 350 milion arab. 94 herë. Nëse ka botohet një, ka botohet 94 libra. Nëse në vendet arabe 10, ka 940. Nëse 100, 9400. Nëse 1000, 94.000 libra. E studime e revista. Në Izraeli është i përqendruar në 3 pika kryesore. 3 janë bazat të cilat e kanë bo Izraelin kjo që është. Në 3 fushë. Një është në arsimi, jo si të na hajgareve. Të na fakultetet janë vend prodhim si fotokopje ku ipen letra. Spaku deri para 2-3 dite. Ministria e arsimit në Izrael është ministria që mas shumë të investohet në ta, me bugjetin më të lartë. Është e barabart me ministrin e luftës, a Izraeli që 45 vjetë në luftë. Që 45 vjetë është luftë të hapër, në Izrael Ministria e Arsimit e ka të njëjtin bugjet si Ministria e Luftës. Pastaj investon në teknologji dhe në bojësi, në gjenetik, në fara, e njohër në botë. A mund të besoni se një popull 9 milion e gjys banor, prej tyne 1.2 milion punoj në kompanit shtetnore, e përsëris, kompanit shtetnore të teknologjisë lartë. 1.200.000 nga 9 milion e gjys. Izraeli e ka infrastrukturën më të mirë rrugore, e ka rregullimin, sistemin e ujitjes, sistemin e komunikacionit, animat të telekomunikacionit, që është një prej 3 vendeve më të forta në botë. Në cybernetik është një prej 4 shteteve më të forta në botë. Në bujqësi është vendi numër 1 në botë në prodhimin e farnave.
Në industrinë ushtarake është një prej 10 vendeve prodhuese më të forta në botë, 9 milionë e gjys. Në Izrael janë të pozicionuara kompanit më të njohura në botë. Izraeli pas Amerikës është e dyta e cila e ka atë Silicon Valley, lugina e mëndafshit, ku janë të akomoduara 47 qendrat e 47 kompanive më të mëdha në botë. Nga viti 1964 kur del Motorola, qendrën e ka në Tel Aviv. Nga viti 1989 Microsoftin e ke në Quds, Philipsi, Siemensi, Google nga viti 2006 është në Izrael. Pastaj Fujitsu, pastaj Toshiba, Sony, Mitsubishi japonez, Pika, Shqice dhe komunikuse i ka në Izrael. Pastaj Mercedesi, Volkswageni, Hyundai, Honda i kanë në Izrael. Izraeli ka arriti të tërheq kompanit më të mëdha të botës. Natyrisht, si ka arrit? Duke avancuar edukimin, arsimimin dhe universitetet, duke e përdor trunin, duke punue njëjtë si që ka thonë Kurani wa'iddu lahum mastata'tum. E ka fuqin ushtarake ndër më të fortat në botë. Nëse Izraeli i ka të gjitha qëto, si mund të thuhet se Izraeli mund të hup luftën kërshi muslimanve? Mund të ndodhë ndonjë mrekulli, ndonjë mu'gjizë, por në asnjë mënyrë sipas ligjeve evidente të cilat Allahu i ka vënë në tokë. Prandaj, duke e përfunduar këtë, sepse në temat e këtilla, në rastet e këtilla, mund të flitet me orë të tëra, krahasime. Krejta të shkadeshta me thonë, me i qitë në pa, shkaqet e humbjes së Iranit, shkaqet e humbjes së palestinezve, të iranianve, të sirianve, të libiazve, të libanezve, të irakianve, o lugsi, kurnia, prostitucioni, hajnia, mashtrimet, ranat, o nuk mundi me besue, deri ku ka shku ajo shoqëri e dikurshme që shëndriste botën, deri ku ka ranë, qëfar humnere, qëfar bunare të Hazreti Jusufit. Dhe, për fund, se u zgjatë që këtep, kërkoj të më arsyetoni, dua të përfundoj këtë fjali dhe të më dëgjoni jo, e pastaj të dëgjojnë edhe ata. Por, duke ju porositur, apo lutur, të bëni subscribe kanalin tim, sepse pëndojmë gjana mendoj interesante. Ti shpërndani videot, mos pritoni, mere linkun aty qitet e murit, 5 vet, 10 vet me e dëgjue, sidomos jo në diaspor. Unë mendoj se jam të e bo një pun, inshallah, Zoti ma shkrum për pun të hajrit, me njet të hajrit, me nda atë në përvoja diturit të cilën e kam fitue nga jeta. Dhe kjo mund të përhapët, unë nuk kam ekip punë meq, unë nuk kam ekip montazhere asane, unë nuk kam këtu qender gazetarie, jam vetë me Allahun dhe me familjen teme. Vetë i bëj montazh, qatë sa po moj me djalin tem. Lejanin vetë i bëj upload, vetë i bëj download, vetë i inqizoj, vetë i lexoj, vetë sene. Andaj, këto video, mos të mund, po dhonë natyrisht, kanë nevoj për ndihmën tuaj që të shpërndahen, që të dëgjohen dhe që të mësohen, sepse janë video me njetë të mira. Kanalin tim në YouTube e kam hapë në vitin në kohën e pandemis. Një vjet pastaj e ndërpreva, se s'muj shumë me dal jashtë, e ndërpreva që 5 muj, ju falenderoj për mbështetjen, kanë mrije 8600 njerëz të cilët e kanë bë subscribe, është një shifër për 5 muj e konsideruar mirë, Zoti ju nderoft, por përhapni dhe shpërndani videot, dhe për fund të fundit, hapni syt, ku jetojeni ajetin e Kur'anit se Zotin nuk ja ndryshon situatën pa i grave të vetës. Asnjë shoqërie muslimane Allahun nuk ja ndryshon gjendjen pa e ndryshuar ata vetë, pa e marrë iniciativën, pa i lënë këto çmenduri të cilat e kanë kapluar botën islame. Zoti të porosit për gaditur si për provim, si për atje, si për jetë, wa'iddu lahum mastata'tum, në mënyrën më të sofistikuar,
për ndryshe vështirë do ta keni. Andaj edhe njëherë po e përfundoj temën duke thënë wa'iddu lahum mastatatum. Nëse nuk je përgadit që të ballafaqohesh me armikun tënd, mos prit se Zoti do t'i thënë ligjet e veta dhe ty do të nxjerr përkurrë hiç nga pataku të cilën ti e ke qit duke mos e dëgjuar fjalën e Zotit. Ditën e mirë.